Përshëndetje, mirë se erdhët në program. Në Durrës, më 30 dhe 31 mars të vitit 2016, pra vetëm pak ditë më vonë, do të zhvillohet takimi i ministrave të punëve të jashtme të vendeve të Ballkanit Perëndimor me praninë e Komisionerit të Bashkimit Evropian për Politikë Europiane të fqinjësisë dhe negociatat e zgjerimit zotit Han, si dhe zyrtar të tjerë të lartë të Bashkimit Evropian. Takimi është në vijim të samitit të Ballkanit Perëndimor të mbajtur në Vjenë në gusht vitin e kaluar dhe në përgatitje të samitit që do të mbahet në Paris në korrik të vitit 2016. Por, a ka ndryshuar Ballkani? A mundet dikur fqinjet vetëm para pak kohësh që ishin në luftë sot të prodhojnë stabilitet? Dhe nga ana tjetër, cili është roli i shqiptarëve në rajon? A është fuqizuar ai? Këto janë pyetje që lindin natyrshëm kur kihet parasysh historia e përgjakur mes fqinjve në rajon. Sa vlejnë takimet e nivelit të lartë kur mbase paragjykimet janë ende ekzistente? Ndërkohë, rajoni po përballet me sfida globale serioze, kriza e refugjatëve apo edhe ajo e sigurisë po prek të tërë ose po prekin të gjitha vendet. Gjithashtu kriza të ndryshme të brendshme reflektohen tek njëra tjetra. Për shembull, përgjimet në Maqedoni, apo afera me votuesit, që prekin edhe vendet e tjera, apo edhe situata të ndryshme të vendeve të tjera, si ajo në Kosovë. Për të gjitha këto, sot në studio është ambasadori i Republikës së Shqipërisë, zoti Fatos Reka. Përshëndetje, ambasador, mirë se erdhët, është kënaqësi t'ju kem në studio. Mirë mbrëma, faleminderit. Do filloj me një pyetje, se kur bëjmë këtë parantezën e përgjithshme, më përpara kemi pasur vendet e rajonit disi në konflikt me njëra tjetrën. Tashmë kemi një situatë ku vendet kanë probleme të brendshme. Kur i shikon shqiptarët në të gjitha vendet e rajonit, qeverisjet e tyre janë problematike, të përfshira me kriza, me afera. Sa është e vështirë që një ambasador i një vendi ta përfaqësoj vendin e tij, kur këto vendet janë të përfshira kështu siç i përshkrova? Është një pyetje e përgjithshme. E kuptoj, i nderuar Nazim. S'pari edhe njërë ju falenderoj për ftesën që më bët për të jemi pranishëm në emisionin tuaj, dhe është e vërtet ajo që thatë juve që pas disa ditësh në Durrës do të zhvillohet mbledhja takimi i ministrave të jashtëm të vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor me praninë e Komisionerit të Bashkimit Evropian për zgjerimin zotit Han, por se edhe zyrtarë të tjerë të lartë të Bashkimit Evropian, si dhe përfaqësues të ministrive të punëve të jashtme të vendeve si Italia, Franca, do të i pranishëm zoti Arlen Dezir, dhe është e vërtet gjithashtu ajo që theksuat juve që ky takim i ministrave të jashtëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor bëhet në kuadrin e procesit Berlinit, në vijim të konferencës nivelit lartë të ministrave dhe të kryetarëve të shteteve që u zhvillua korrikun e kaluar në Vjenë, si dhe përgatitjet për konferencën tjetër në vijuese të procesit të Berlinit që do të zhvillohet në korrik të këtij viti në Paris. Do të flasim për këto më gjerësisht, zoti ambasador. Sigurisht që janë momente të rëndësishme që japin një reflektim të ri Ballkanit, por kur Ballkani vendet vet kanë atë problemet e tyre të brendshme, sa është e vështirë një diplomat ta përfaqësoj vendin ashtu siç do të kishim dashur ta shohim? Problemi i përfaqësimit të vendit, sigurisht secili vend ka diplomatët e tij, që janë përgjithsisht diplomatë të përgatitur dhe njohës të mirë të vendeve të rajonit, dhe secili vend zbaton në vendin ku është i akredituar politikat e shtetit të cili ai përfaqëson. Në rastin konkret, unë jam përfaqësues i Republikës Shqipërisë në Maqedoni. Për hir të së vërtetës, marrëdhëniet ekzistuese
Por dhe ato të mëparshme ndërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë konsiderohen si marrëdhënie shumë të mira. Po vjeni ndonjëherë në vështirësi kështu kur ju bëjnë pyetje për problemet që mund të ketë Shqipëria, situata që mund të jenë atje të brendshme, apo megjithatë politika e jashtme është diçka tjetër? Sigurisht, është ajo që thoni dhe juve që politika e jashtme është padyshim reflekti i politikës brendshme, por problematika që ekziston në brenda vendeve të rajonit, vendeve të Ballkanit Perëndimor, pothuajse merret në mënyrë minimale në konsiderat me politikën e jashtme që këto vende aplikojnë ndaj njëri tjetrit. E rëndësishme është të theksoj edhe një herë që marrëdhëniet ndërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë marrëdhëniet politike janë shumë të mira në nivel shumë të lartë. Fakti që ne ndërmjet dy vendeve kemi më se 71 marrëveshje të përbashkëta, tregon më së miri që në fushat të ndryshme si në ato politike, ekonomike, arsimore, kulturore, ne kemi marrëveshje bashkëpunimi të cilat implementohen dhe në vijimësi ndërmjet dy vendeve tona. Nga ana tjetër, do të theksoj që ne po punojmë me shumë intensitet për të rritur në mënyrë edhe të arrim nivelin e marrëdhënieve politike ndërmjet dy vendeve tona, për sa i përket marrëdhënieve ekonomike, të cilat për së vërtetës lënë për dëshiruar. Këtij qëllimi shërben edhe fakti që para disa ditësh në Shqipëri vajte një grup i madh biznesmenësh të grupuar në odën ekonomike të Maqedonisë Veriut Perëndimore, së bashku dhe me përfaqësues të odave ekonomike të Maqedonisë dhe të turizmit të Maqedonisë, të cilët morën kontakte në nivelet më të larta të administratës në Shqipëri, përfshirë edhe kryeministrin Edi Rama, kryetarin e Kuvendit zotin Ilir Meta, si edhe me ministrat shumë të qeverisë, ku shpalosën interesin e tyre për investime në Shqipëri ose për promovimin e bizneseve të tyre më tej. Do të flasim për të gjitha këto çështje, zoti ambasador, pra për marrëdhëniet në rajon, cili është roli i shqiptarëve, sidomos edhe marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Maqedonisë, por menjëherë pas shkëputjes publicitare. Na ndiqni. Jemi rikthyer në studio të dashur teleshikues, ku sonte i ftuar është ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Maqedoni, zoti Fatov Sereka, dhe përmendet zoti ambasador pak më herët marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Maqedonisë, thatë që ata janë në nivel të mirë, sidomos viteve të fundit. Do t'ju pyes specifikisht edhe për marrëdhëniet e Shqipërisë me rajonin tashmë, edhe në vigjilje të asaj konference, atij takimi ministror që bëhet në Durrës, por kur përmendim marrëdhëniet Shqipëri-Maqedoni, megjithatë ka dhe situata që reflektojnë në këto marrëdhënie situatat e brendshme. Në Maqedoni, kohëve të fundit, sigurisht që ju e ndiqni, është temë kryesore çështja e aferave, prokuroria speciale, ku përmend edhe Shqipëria këtu. Si e shikoni ju, jo në mënyrë direkte, po si shikoni ju ku qytetarët e Shqipërisë të Pustecit përmenden në këto marrëdhënie që janë të brendshme të Maqedonisë? Si ndiqni ju si ambasadë këto? Sigurisht një nga detyrat tona kryesore, duke qenë të pranishëm me ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Shkup, është edhe ndjekja e situatës politike, ekonomike dhe gjithfarësh në Republikën e Maqedonisë. Natyrisht, ne i ndjekim me vëmendje gjitha zhvillimet dhe krizën e të zgjatur politike në Maqedoni. Natyrisht, po e theksoj përsëri që është në tagrin e partive politike të Maqedonisë, të qytetarëve të Maqedonisë, shoqërisë civile, mediave, për të rregulluar të tëra këto çështje dhe parregullësi të brendshme, dhe për këtë u arrit edhe ajo marrëveshja e ashtu quajtur e Përzhinos, e cila në një farmase shërbeu si një rregullator në mes
opozitës dhe forcave të ndryshme politike të Maqedonisë me qeverisjen dhe partitë në qeverisje, për të gjetur një mënyrë sa më të përshtatshme që kriza politike në Maqedoni të reduktohet dhe të minimizohet, të zhduket fare, dhe kjo dhe që qytetarët dhe të tëra etnitë që jetojnë në Maqedoni të kenë qetësi, të kenë mirëqenie dhe të vazhdojnë drejt progresit dhe aspiratës tyre euroatlantike. Besoj dhe jam i bindur që zgjedhjet e parakoshme që ishin parashikuar për 24 prill për që u shtyn për datën 5 qershor, padyshim që do të japin një zgjidhje shumë të mirë krizës politike tashmë të zgjatur në Maqedoni dhe të tëra forcat politike do të dinë që me maturi të zgjedhin në këto zgjedhje përfaqësuesit e tyre më të mirë për ta çuar Maqedoninë gjithnjë drejt progresit dhe drejt sigurisht, kjo është një tablo e bërë edhe e reflektuar edhe nga një diplomat me një ftohtësi për atë që ndodh. Por kur shikoni që qytetarët të Shqipërisë janë të përfshirë në këtë situatë, si ndiqni ato? Çfarë reagimesh keni? Padyshim që ne i ndjekim me shumë vëmendje. Duhet theksuar së pari që qytetarët e pakicës maqedonase që jetojnë në Shqipëri, praktikisht Pustecit, janë njëkohësisht shtetas të Republikës Shqipërisë, por midis tyre edhe në mënyrë majoritare ka dhe që janë shtetas të Republikës Maqedonisë. I takon organeve ligjzbatuese të Maqedonisë, shoqërisë civile edhe organeve shtetërore të Maqedonisë që të ndjekin dhe të vërtetojnë nëse këta qytetarë të Pustecit janë të fajshëm ose jo, përsa përmendet juve më lart lidhur me këtë aferë, me situatat e caktuara. Kështu që ne në këtë drejtim ata janë totalisht sigurisht qytetarë të Republikës së Shqipërisë, por nëse eventualisht ata kanë kryer në një gabim, do të i nështrohen procedurave ligjore që ekzistojnë këtu në Republikën e Maqedonisë. Për këtë situatë ju e shikoni dy shtetësinë, si Shqipëria e pranon dy shtetësinë, dhe në këtë kontekst, në qoftë se një veprim i caktuar është kryer këtu, atëherë mbetet pjesë e autoriteteve e veprimit të këtushëm. Ata autoritetet ligjzbatuese dhe gjyqësori këtu duhet ta vërtetojnë që këta qytetarë janë të fajshëm pa të veprojnë. Por situata megjithatë me amëndësi nuk mund të shkohet. Po situata megjithatë nuk është aq e thjeshtë, sepse kemi edhe një personazh që të hënën prokuroria speciale e përmendi sërish, që është Edmond Temelko, që është megjithatë i zgjedhur në Shqipëri, një përfaqësues i zgjedhur në Shqipëri, që po reflektohet që ka dhe shtetësi të Maqedonisë. Çfarë ka bërë ambasada? Çfarë keni bërë ju në këtë situatë? Si e shikoni? Megjithatë nuk duhet të jetë aq e thjeshtë, apo jo? Jo, ne akoma jemi në pritje të një sqarimi që duhet na bëjnë autoritetet maqedonase, për shkak se në momentin që zoti Themelko para disa javësh është ndaluar nga organet ligjzbatuese vendase, ne për një reaguam si ambasadë, i dërguam notë Ministrisë së Punëve të Jashtme për të interesuar për fatin e tij, për shëndetin e tij, për mënyrën se si po trajtohet dhe pse e bë këtë gjë? Këtë gjë e bëm sepse në radhë para ai është shtetas i Republikës së Shqipërisë. Në radhë dytë ai është një i zgjedhur me votat e popullit, është një zgjedhur vendor, është kryetari i Bashkisë Pustecit. Dhe në këtë kontekst, përsëri duhet theksoj edhe faktin tjetër, që në kuadrin e reformës legjislative dhe administrative në Shqipëri, në Shqipëri kanë ekzistuar mbi 380 bashki në gjithë territorin e vendit. Reforma territoriale bëri që të reduktohet numri i këtyre bashkive në 61. Dhe një për këtyre bashkive është pikrisht dhe bashkia e Pustecit, ku kryetari i saj është zoti Themelko. Me anë të këtij veprimi, qeveria e Republikës së Shqipërisë tregoi më së miri se sa i vlerëson ajo minoritetet në Shqipëri, duke e lënë bashkinë e Pustecit bashkim vete me kryetarin e saj,
pavarësisht se numri i banorëve që përbëjnë këtë komunë është i tillë që mund të ishte i bashkuar edhe me një komunë tjetër. Por thjesht për treguar vullnetin e mirë dhe dëshirën e mirë, qeveria e la pustetsin bashkim vete. Edhe në këtë kontekst, ajo që theksohet juve, nëse zoti Themelko, i cili gëzon edhe shtetësinë maqedonase, ka kryer një gabim ose shkelje të ligjeve në Maqedoni, ai do të sigurisht që do të ndiqet dhe e rëndësishme është që të vërtetohet që zoti Themelko ka kryer të tilla. Po ju e monitoroni këtë proces. Patjetër që e monitoroni. Po në këtë kontekst që të kalojmë edhe tek çështjet e tjera, a mendoni që bashkëpunimi është i duhur mes vendeve? Se po duket që shpesh vendet edhe krizat e brendshme të tyre derdhen tek njëra tjetra dhe zakonisht shtetet detyrohen të bashkëpunojnë vetëm kur ka probleme. Jo edhe për iniciativa që mund të ishin më të mira ose në dobi të qytetarëve. E bëj këtë pyetje në përgjithësi. Si e shikoni ju rastin konkret? Pavarësisht nga shpjegimi që u dhash unë juve lidhur me rastin në fjalë dhe këtë ju dhash thjesht nga dëshira e mirë për të sqaruar gjërat, mund të them që kjo përbën një problem edhe një problematik të dorës dytë ose tretë në mes dy vendeve tona, për arsyen e thjesht që ne qëllim kryesor kemi që përmes bashkëpunimit mes dy vendeve tona të rrisim jo vetëm nivelin e marrëdhënieve politike mes nesh, por të rrisim nivelin e marrëdhënieve ekonomike në të mirë dhe në dobi të qytetarëve të dy vendeve tona. Dhe në këtë mes, si popullsia etnike shqiptare që banon në territorin e saj në Republikën e Maqedonisë, ashtu edhe minoriteti Maqedonas që banon në Shqipëri, shërbejnë si ura lidhëse dhe bashkëpunimi. Në këtë kontekst po ashtu duhet të theksoj edhe faktin tjetër që ndërmjet dy vendeve tona, jo vetëm që marrëdhëniet janë shumë të mira, gjë e demonstruar nga konsultimet politike që u zhvilluan në Shkup dhjetorin e kaluar ndërmjet dy ministrive punëve të jashtme, të konsultimeve konsulore, të cilat janë kujdestare të ndjekjes dhe të zhdukjes së gjitha problemeve që ekzistojnë për shtetasit e dy vendeve, të cilat gjithashtu u zhvilluan në janarin e këtij viti po në Shkup, treguan më së miri që ndërmjet dy vendeve tona nuk ka asnjë lloj problematike siç mund të ketë vendet e ndryshme të rajonit me njëri tjetrin. Këto janë konstatime që jepen zakonisht në mënyrë diplomatike, sigurisht, dhe nuk ka çështje të hapura mes dy vendeve. Por ka dhe nisma dhe ide të tjera ose sugjerime që thonë që vendet mund të bënin më tepër. Bashkëpunime më direkte, më konkrete. Po përmend edhe një moment tjetër kritik që është kriza e refugjatëve, që pavarësisht që Maqedonia është e përballur, sërish prek edhe Shqipëria disi dhe vendet përsëri detyrohen të bashkëpunojnë kur ka situata të tilla. A nuk mendoni që mund të bëhet më tepër në të mirë të qytetarëve që ky komunikim të jetë më i hapur, më i lirshëm? Sigurisht që siç e theksuat dhe juve, e mira nuk ka fund dhe pikërisht për këtë arsye dhe ne punojmë vazhdimisht që të përfitojmë nga gabimet e ndeshura rrugës për t'i korrigjuar dhe për t'i përmirësuar ato më tej gjithnjë në dobi dhe në të mirë të qytetarëve të dy vendeve tona. Për ta ilustruar akoma më mirë këtë gjë, po i kthehem përsëri edhe konferenca që do zhvillohet mbas disa ditësh në Durrës, ndërmjet ministrave të jashtëm të vendeve të rajonit Ballkanit, pikërisht këtë qëllim ka, që në suazën e modelit franko-gjerman të bashkëpunimit, edhe këto mosmarrëveshje dhe dasi që kanë ekzistuar në Ballkan më përpara, të cilat e kanë konsideruar Ballkanin si fuqi baruti, të zhduken, të eliminohen, edhe të vendet përmes projekteve të bashkëpunimit të avancojnë përpara në dobi edhe në të mirë të banorëve të reciprok të dy vendeve.
Këtu do të theksoj faktin tjetër që ndërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë, përveç marrëveshjeve të shumta që përmenda, ekzistojnë edhe marrëveshje që u nënshkruan së fundmi në Strug, ndërmjet dy ministrave, ministrit tonë të energjetikës, zotit Gjiknuri, dhe ministrit të ekonomisë, zotit Neziri, për linjën e interkoneksionit dhe transmetimit nga manastir 400 kV manastir Elbasan, e cila do të shërbejë jo vetëm fuqizimit të dy vendeve përsa i përket pjesës energjetike, por do të krijojë një farë pavarësie mes tyre në mënyrë që këta të jenë të lirë dhe të jenë të pranishëm në tregun energjetik rajonal edhe europian. Dhe ajo që është akoma më mirë është që do të kenë mundësi eksportit të energjisë elektrike nëpërmjet kësaj linje interkoneksioni. Do t'ju pyes edhe pyetje të tjera zoti ambasador, të cilat kanë të bëjnë me këto marrëdhëniet mes Maqedonisë dhe Shqipërisë, por edhe të marrëdhënieve të Shqipërisë me vendet e tjera fqinje. Do duhet të bëjmë edhe një shkëputje publicitare, por për publikun ndoshta do të ishte interesante që do ta sqarojmë pas shkëputjes. Megjithatë, kur janë shqiptarët në pyetje dhe ministrat shqiptar ka një sentiment pozitiv, po çështja është a kanë të njëjtin sentiment edhe ministrat Maqedonas? Na ndiqni pas pak. Jemi rikthyer në studio në këtë intervistë me ambasadorin e Republikës së Shqipërisë, zotin Fatos Reka, dhe do ta vazhdojmë aty ku e lam. Zoti ambasador, ju përshkruani marrëdhënie të mira mes Maqedonisë dhe Shqipërisë, siç tham, çështje të hapura nuk ka. Ideja është që gjithmonë publiku dëshiron marrëdhënie ose aktivitete, aksione konkrete që qytetarët të mund të përfitojnë sa më tepër, dhe përshkruat një situatë të tillë mes dy ministrash, por përshtypja është se kur kemi të bëjmë me ministra shqiptar në kabinetet qeveritare të Maqedonisë, marrëdhënia me Shqipërinë është pak më e ngrohtë, më pozitive, për shkak të sentimentit ndoshta është e kuptueshme. Por si është çështja kur kemi të bëjmë ministra Maqedonas? Dhe e bëj këtë pyetje sepse për shembull Shqipëria kritikohet nga publiku Maqedonas që nuk bën aq sa duhet që Maqedonia të përfshihet në NATO sa më shpejt. Shqipëria është antare NATO-s dhe ideja është mund të ndikojë ndoshta në këtë kontekst. Si do t'i gjykoni këto konstatime? Është e vërtetë ajo që theksohet juve që padyshim që ministrat shqiptar në qeverinë e Maqedonisë kanë një sentiment patriotik dhe afiliacion kombëtar kur vjen fjala në pyetje me marrëdhëniet me Shqipërinë. Por duhet të theksoj po ashtu që edhe ministrat Maqedonas janë po ashtu aq korrekt dhe aq të predispozuar në zhvillimin dhe promovimin e marrëdhënieve mes dy vendeve tona. Dhe këtë mund ta ilustroj fare mirë me një shembull konkret të ministrit të bujqësisë, i cili në një rast para disa muajsh kur pati një pengesë eksportesh zarzavatesh nga Shqipëria, u treguar shumë i gatshëm për të bashkëpunuar dhe për të zhvilluar çdo gjë në mënyrë që marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve tona të vazhdojnë normalisht dhe mos ketë asnjë pengesë. Po ashtu edhe ministrat të tjerë Maqedonas në qeverinë e Maqedonisë janë treguar vazhdimisht shumë të gatshëm për bashkëpunim, siç mund të jetë Ministri i Kulturës, Ministri i Shëndetësisë, cilët në gjitha aspektet dhe në gjitha rastet kur ka pasur nevojë për të është vënë në pyetje bashkëpunimin ndërmes dy vendeve, padyshim që janë treguar tepër korrekt si nga ana njerëzore, ashtu edhe nga ana e zbatimit të marrëveshjeve që ekzistojnë në mes dy vendeve tona. Po çfarë do t'i thoni të opinionit Maqedonas që ndoshta thotë që ja nuk bëni sa doni, sa duhet, sa do donin ata me çështjen e NATO-s. Ku tani Shqipëria është antare e NATO-s dhe mund të ketë një lloj ndikimi për shembull. Patjetër që Shqipëria, kjo gjë është teksuar si nga kryeministri Edi Rama, ashtu edhe nga ministri i Punëve të Jashtme zoti Bushati, që Shqipëria përkrah politikën e dyerve të hapura të NATO-s dhe është shumë e interesuar që edhe i gjithë rajoni të përfshihet në këtë organizëm
politiko-ushtarak, i cili jep një kontribut shumë të madh në ruajtjen dhe stabilitetin e paqes dhe sigurisë si në rajonin ton, edhe më gjërë. Fakti që Maqedonia është e përfshirë në partneritetin për paqe dhe në iniciativën A5, që ka grumbullon vendet e rajonit, tregon më së miri që edhe ajo me kontributin e saj është e pranishme në gjitha misionet e angazhuar në misionet e NATO-s dhe është thojse gati për të bërë antarësimin e saj në këtë organizat kaq prestigjioze. Nga ana tjetër, duhet theksoj që aderimi i Maqedonisë NATO pengohet edhe nga disa problemet të saj të brendshme, të cilat padyshim nëse ajo nuk i zgjidh vetë, edhe ndihma edhe dëshira e mirë e vendeve të tjera antar që ajo të bëhet pjesë e kësaj familje të Aleancës Atlantikut Veriut, është e pamundur, sepse samiti i fundit i Aleancës, samiti i Walesit, theksoi më së miri që Maqedonia duhet të plotësojë gjitha standardet e NATO-s, të cilat janë standardet njëkohësisht të Bashkimit Evropian, por duhet edhe të implementojë si duhet marrëveshjen e Ohrit, tek e cila ka pikat saj të cilat duke janë implementuar si duhet, dhe ajo është në këtë aspekt në monitorimin ndërkombëtar. Në dijenin time, sekretariati i implementimit të marrëveshjes së Ohrit këtu në Maqedoni ka bërë një punë shumë të mirë, ka evidentuar gjitha pikat ku ajo nuk i ka realizuar detyrat e saj, dhe shpresojmë që këto të jenë sa më shpejt të realizuara, në mënyrë që në samitin e ardhshëm të NATO-s që do të zhvillohet në Varshavë, të shpresojmë që edhe Maqedonia të ketë fjalë të mira për të. Domethënë konstatimi është që ju e mbështesni Maqedoninë, po ndikoni për shembull tek pala greke, ta them që konsiderohet si një nga problemet e Maqedonisë që mund të krijohet një situatë më e favorshme në këtë drejtim? Duhet theksoj edhe këtë pikën tjetër që Shqipëria nuk ndërhyn në punë të brendshme të asnjë vendi të rajonit, dhe problemet që ka Maqedonia me Greqinë janë çështje të tyre të brendshme, të cilat ata duhet t'i zgjidhin vetë. Natyrisht që Shqipëria dëshiron dhe është e gëzuar kur vendet e rajonit nuk kanë probleme me njëri tjetrin, jetojnë në paqe dhe në armoni, por ama nuk mund të ndërhyjnë në zgjidhjen e çështjeve të tyre të brendshme, dhe zgjidhja e konfliktit për çështjen e emrit ndërmjet Greqisë dhe Maqedonisë është çështje e tyre e brendshme, që do të zgjidhet vetëm prej tyre. Zoti ambasador, përmendni në Shqipërinë në kontekste rajonale, përmenda unë që është antare e NATO-s, do të bëhet dhe takimi i ministrave të jashtëm nesër dhe pas nesër, por do doja të bëj një pyetje direkte. A mendoni se ka ndryshuar roli i Shqipërisë në rajon tashmë, dhe në këtë kontekst, cilat janë marrëdhëniet e Shqipërisë tani me vendet fshinje si Serbia, Malizi, me të cilat ka histori të ngarkuar? Sa mundet sipas ju Shqipëria të ketë rol stabilizues në Ballkan? Padyshim që prania e Shqipërisë si antare e Aleancës Atlantikut Veriut që nga viti 2009 është një avantazh plus për Shqipërinë dhe për shqiptarët në përgjithësi, sepse janë shumë shqiptarë që jetojnë jashtë kufive zyrtar të Shqipërisë, si shqiptarët që jetojnë në Maqedoni, shqiptarët e Kosovës, shqiptarët Malizi, cilët përbën një faktor stabiliteti për rajonin për momentin, gjë që ndikon edhe në përmirësimin shumë të marrëdhënieve të Shqipërisë me vendet me të cilat dikur kanë qenë deklaruar në thonjza si armiq të njëri tjetrit. Praktikisht e kam fjalën për Serbinë. Po edhe me Greqinë, duhet përmendim, sepse vetëm tani ka filluar iniciativa për të hequr atë ligjin e luftës që ekziston ende mes dy vendeve. Patjetër. Nga pala greke, po. Sigurisht. Jo, është një insistim më tepër i palës shqiptare që të hiqet. Jo, po ligji i luftës është nga parlamenti grek.
pikërisht i gjithë procesi i Berlinit, i iniciuar nga kancelarja Merkel në modelin e bashkëpunimit franko-gjerman për Ballkanin Perëndimor, ka këtë synim që Ballkani të bashkëpunojë me vendet e Ballkanit Perëndimor të shtrinë dorën e bashkëpunimit mes tyre, të jenë sa më bashkëpunues dhe kooperues përmes projekteve të përbashkëta dhe të përgatiten sipas standardeve të Bashkimit Evropian për të qenë së afërmi pjesë e familjes europiane. Në këtë kontekst, edhe marrëdhëniet në mes Shqipërisë edhe Serbisë janë përmirësuar së tepërmi, s'ka tabu dhe mosmarrëveshje mes Shqipërisë dhe Serbisë. Fakti që një pjesë e mirë e nismave në kuadër të këtij procesi të Berlinit janë ndërmarrë nga dy kryeministrat, si kryeministri Rama dhe kryeministri Vučić, tregon më së miri këtë gjë dhe krijimi i fondit Ballkanit Perëndimor dhe zyrës rinore rajonale të Ballkanit, të cilat do të kenë selit e tyre në Tiranë, janë nisëm e përbashkët e dy kryeministrave. Nga ana tjetër, do të theksoj faktin tjetër që përmendët dhe ju, që marrëdhëniet e Shqipërisë me fqinjin jugor, me Greqinë, janë pashur shumë të mira. Vizita e fundit e ministrit jashtëm Bushati në Athinë dhe takimi shumë konstruktiv i tij me homologun Kodzias, tregojnë më së miri që edhe ndërmjet dy vendeve tona nuk ka mosmarrëveshje korrente, por ne do në vendet tona, Greqia dhe Shqipëria, do të shikojnë hap pas hapi ato mosmarrëveshjet të së kaluarës për të gjetur një zgjidhje sa të pranueshme nga të dy palët, aq edhe të mbështetur ndërkombëtarisht sipas rregullave dhe ligjeve të së drejtës ndërkombëtare. Po sigurisht, përsëri do të them, në terma diplomatik, në terma të përgjithshëm, shtetet vazhdimisht deklarojnë që nuk kanë probleme me njëra tjetrën, por nga aspekti praktik, shfaqen situata të tilla. Nuk mund të mohohet që në raport me Serbinë, qëndrimi i Shqipërisë për Kosovën do të jetë një çështje që nuk mund të tejkalohet lehtë apo jo. Duke marrë parasysh atë që ju thoni që roli i Shqipërisë po fuqizohet disi në rajon nga një vend që prodhonte më tepër probleme dhe tensione, tashmë ka një qëndrueshmëri tjetër ose situatë tjetër pavarësisht gjithë atij debatit të brendshëm që ndodh ose krizave politike të brendshme. Si e shikoni raportin e Shqipërisë me Serbinë kur kihet parasysh Kosova? Sigurisht, në raportin Kosovë-Serbi, Shqipëria nuk toleron dhe është në krah të Kosovës. Por, mos harrojmë dhe faktin tjetër që ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, në kuadrin e Bashkimit Evropian, ekziston një linjë e hapur tashmë negociatash, e cila do të çeshojë të tëra mosmarrëveshjet mes tyre, lidhur me problematikën që kanë këto dy vende, si Kosova dhe Serbia mes tyre. Dhe në këtë aspekt ne nuk ndryshojmë, sepse është çështje që duhet zgjidhet mes Serbisë dhe Kosovës, por padyshim që Shqipëria është në krah të Kosovës, siç ka qenë historikisht dhe mbështet fuqishëm pavarësinë e saj. Po, e paragjykon ky qëndrim marrëdhënien mes Tiranës dhe Beogradit? Absolutisht nuk e paragjykon, sepse ne ja kemi bërë të qartë edhe Beogradit që në raport me Kosovën gjithë qëndrimet tona janë të pa diskutueshme dhe të pa tundura, por ne jemi për zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve tona bilaterale me Serbinë, në fushat me interes të ndërsjellë për dy vendet tona. Një nismë e tillë vjen edhe në raport me Greqinë, përmenda pak më herët, është ende në fuqi në Greqi ligji luftës, domethënë i miratuar vite më parë, që nga lufta e dytë botërore, që pala greke nuk ka denjuar deri më sot që ta shfuqizoj. Është marrë një nismë e tillë. A mendoni edhe në këtë kontekst që vërtet rajoni Ballkani po ndryshon, po ka një tensionim të marrëdhënieve? Padyshim që Ballkani është duke u tensionuar. Edhe kjo që përmendet juve, ligji i gjendjes luftës ndërmjet Greqisë dhe Shqipërisë,
është një absurditet, i cili është i pranuar vetë edhe nga funksionarët dhe drejtuesit më të lartë të Republikës Greke. Po pavarësisht nuk e ka nequr deri më sot. Justifikohet me faktin që kjo është një nisëm që do ta ndërmarrë parlamenti, për arsye se ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë, që me rilidhjen e marrëdhënieve diplomatike në rreth viteve 80, janë nënshkruar 2 traktate miqësie dhe bashkëpunimi, të cilat e mohojnë ligjin e gjendjes luftës, por de jure ligji është akoma në fuqi. Dhe pikërisht ky është insistimi edhe i palës shqiptare që të gjenden mekanizmat adekuat dhe mekanizmat e nevojshëm ligjor në bazë të drejtës ndërkombëtare për ta shfuqizuar dhe nxjerrë jashtë loje këtë ligj. Sa absurd, aq edhe të panevojshëm. Sigurisht kur dëgjon një zyrtar shqiptar, kjo evidentohet edhe më tepër, por duke ju rikthyer në këtë kontekst takimit të ministrave të jashtëm, a mendoni që realisht takimet e tilla mund të krijojnë një lloj efekti pozitiv për të cilin ju flisni? Në qoftë se lexoni komunikatën zyrtare, sigurisht që thuhet që ky ministerial do të jetë një mundësi për pjesëmarrje, për të vlerësuar, për të thelluar bashkëpunimet, janë të gjitha terma shumë të përgjithshme. Çfarë prisni që të ndodhë konkretisht? Sigurisht, e gjithë diplomacia bazohet në bazë të disa parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare dhe natyrisht që edhe ky takim i ministrave të jashtëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor me praninë e funksionarëve të lartë të Brukselit ka pikërisht këtë qëllim që të forcohet akoma më shumë bashkëpunimi ndërmjet vendeve të Ballkanit dhe ky bashkëpunim të jetë sa më konkret përmes projekteve të përbashkëta, përmes ndihmës dhe asistencës së Bashkimit Evropian, si dhe modelit franko-gjerman të bashkëpunimit, në mënyrë që vendet tona të jenë sa më të përgatitura dhe të bashkuara mes tyre, për të qenë të afta nesër që të realizojnë ëndrrën e tyre të aderimit në Bashkimin Evropian. Dhe unë jam i bindur që sigurisht që takimet të tilla ministra, shkëmbime mendimesh, projekte së përbashkëta do të japin impaktin e tyre shumë shpejt në të ardhmen. Në këtë kontekst, flitet se do diskutohet për fondin ballkanik perëndimor, si dhe për zyrën rajonale të bashkëpunimit rinor, po fillimisht për fondin ballkanik. Selite këtyre 2 institucioneve do të jenë në Tiranë, por çfarë prisni që do të krijojnë fillimisht, çfarë prisni që do të krijojë fondi ballkanik? Çfarë projekte, çfarë Fondi i Ballkanit Perëndimor është vendosur të ketë selinë e tij në Tiranë dhe është një gjë shumë e mirë si për Shqipërinë, ashtu edhe për gjithë rajonin, sepse përmes donacioneve të ndryshme të vendeve antar të Bashkimit Evropian, donacionet të Bashkimit Evropian vetë, po edhe donacionet e vendeve antar do krijohen mundësi që të ketë projekte të përbashkëta zhvillimore për gjithë vendet e rajonit. Edhe të gjithë vendet e rajonit do të jenë përfitues të fondit nga fondi i Ballkanit Perëndimor. Sigurisht që takimi që do fillojë nesër dhe do të jetë pas nesër do të jap detaje më konkrete, por ju si ambasador a keni një detaj që mund të zbuloni në kuptimin se çfarë projekte konkretisht mund të mbështeten fillimisht nga ky fond? Për shembull do të jetë infrastrukturore apo ekonomike apo? Sigurisht do ketë të gjitha fushat infrastrukturore, ekonomike, projekte zhvillimore për sa i përket nismave të ndryshme të vendeve në bashkëpunim me njëri tjetrin. Mendoj që në këto ashtu do futen edhe projekte që mund ndërkufitare, që mund përfitohet nga fondet IPA të Bashkimit Evropian, cilat sjellin vetëm zhvillim dhe asgjë tjetër, dhe vetëm zhvillim. Tjetër, zyra... Po, pikërisht për zyrën rajonale të bashkëpunimit rinor. Kur flisja më herët për hapa konkrete, për veprime konkrete, në Ballkan pranohet që pavarësisht nismave dhe retorikës diplomatike, politike, paragjykimet janë ekzistuese. Kjo zyrë rajonale, çfarë mendoni që do të sjellë? Pikërisht këto zyra
do kontribojnë në afrimin sa më tepër të vendeve të rajonit përmes rinisë, e cila në vitet që do vinë do jetë akoma më koshciente që rajoni nuk rregullohet vetë se nëpërmjet bashkëpunimit si mes njëri tjetrit, ashtu dhe bashkëpunimit të vetë rajonit me bashkimin me pjesën tjetër të Europës. Flisni, zoti ambasador, për një bashkëpunim, flisni për nisma të cilat ndoshta në të kaluarën nuk kanë qenë as të imagjinueshme. Por megjithatë rajoni përballet edhe me sfida të tjera. Përmenda pak më herët sfidën ose krizën me refugjatët apo edhe sfidat e sigurisë. Në këtë kontekst, sa bashkëpunon rajoni ose çfarë roli mund të ketë Shqipëria kur kihet më parasysh që e gjithë shoqëria, e gjithë Evropa ndodhet para këtyre sfidave? Është vërtet kjo që theksuat dhe juve që nga viti 2014 rajoni jonë, rajoni Ballkanit, po përballet me një dukuri të re që ka qenë kriza e refugjatëve. Refugjatë të shumt të vendeve të Afrikës Veriut dhe të vendeve arabe, për shkak të situatave konfliktuale në vendet e tyre, janë detyruar që të largohen dhe në mënyrë masive kanë shfrytzuar rrugën ballkanike për të arritur në vendet e Europës qendrore dhe veriore. Natyrisht, kriza është agravuar shumë, sidomos në këto momente, çka ka detyruar edhe vendet e Evropës që të bllokojnë kufit dhe të reduktojnë numrin e azil kërkuesve, gjë që ka ndikuar pasaj në bllokimin dhe nga ana e Maqedonisë të kufive të saj. Në këtë aspekt, Shqipëria sigurisht është e përgatitur dhe është e gatshme që të presë refugjat, siç ka theksuar dhe kryeministri Edi Rama, por nuk do të aplikoj as politikën e kufirit të hapur, as politikën e kufirit të mbyllur. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që në funksion të mundësive të saj dhe në bashkëpunim edhe me vendet e tjera të Europës, edhe me Bashkimin Evropian në veçanti, po që do paraqitet nevoja që këta refugjat të sërohen dhe në territorin e Shqipërisë, patjetër që për ta dyrë do të jenë të hapura. Nga ana tjetër, Shqipëria është koshciente dhe i di vujtet e këtyre njerëzve, sepse ka patur vetë dy flukse të mëdha, si largimin e shqiptarëve në vitet 90 drejt Italisë dhe Greqisë, ashtu edhe pritjen e mbi 1 milion vëllezërve tanë kosovar në vitin 1999 në territorin e saj, cilët janë pritur në mënyrë shumë bujare, shumë vllazërore dhe i janë plotësuar gjitha kushtet dhe mundësitë sipas standardeve dhe ligjeve ndërkombëtare për këtë qëllim. Po si trajtohet, po? Nga ana tjetër, padyshim që këto rrugë të migrantëve dhe të refugjatëve janë shfrytzuar edhe nga keqbërësit dhe nga trafikantët, por edhe nga qartjet caktuara të terroristëve për të kaluar njerëzit e tyre në drejtim të Evropës. Dhe pikërisht këtu, si trajtohet kjo situatë, zoti ambasador, për rreziqet e sigurisë? Sa bashkëpunon Shqipëria me strukturat europiane apo dhe me të rajonit për të parandaluar situata të rrezikshme? Strukturat e specializuara në Shqipëri, organet ligjbatësuese, si përsa përket Ministrisë Brendshme dhe strukturave të policisë, ashtu edhe strukturave të inteligjencës, kanë një bashkëpunim shumë të mirë edhe me homologët e tyre këtu në Maqedoni, por edhe me gjithë vendet e tjera të rajonit, për faktin që Shqipëria është njëkohësisht edhe antare e Interpolit, antare e organizmeve të tjera ndërkombëtare të sigurisë dhe ky bashkëpunim sigurisht sa vjen dhe thellohet. Natyrisht kjo arrihet, siç theksuat dhe juve, nëpërmjet një bashkëpunimi sa më profesional dhe sa më adekuat mes tyre, dhe unë mendoj dhe shpresoj që ky bashkëpunim nuk mungon. A mund të themi atëre, zoti ambasador, se
kjo situatë me këto rreziqe që mund të sillen, që mund të parashikohen, në fakt mund të kontribuoj për një rishqyrtim ose një rihapje të marrëdhënieve mes këtyre vendeve. Cila është ndjesia juaj në këtë kontekst? Sigurisht, ndjesia ime është që pavarësisht nga marrëdhënieve ekzistuese të drejtanishme, edhe në këto fusha dhe bashkëpunimit mes vendeve, ka në vend për një thellim të mëtejshëm të këtij bashkëpunimi, për një përmirësim dhe profesionalizëm akoma më të madh të këtyre strukturave, për shkëmbim informacioni dhe unë nga ana tjetër vlerësoj shumë dhe duke qenë që unë jam ambasador këtu në Maqedoni, vlerësoj shumë edhe rolin e presidentit Ivanov, i cili e ka marrë vetë në dorë këtë çështjen e trajtimit të refugjatëve dhe të sigurisë së vendit. Dhe nga sa kam mësuar dhe dëgjuar kohët e fundit, ai ishte në kontakt edhe me tërë homologët e tij të rajonit dhe më gjerë, me anë të këtyre kontakteve ai kërkon bashkëpunim dhe thellim më të madh të bashkëpunimit mes tyre për të parandaluar çdo rrezik. Megjithatë, presidenti Ivanov u kritikua nga Bashkimi Evropian për deklaratat e fundit, sidomos nga Gjermania. Në këtë situatë ajo kritika kanë pasur tjetër aspekt, unë them në përgjithësi unë e vlerësoj nismën edhe devocionin e presidentit Ivanov për të pavarësisht pse pa hyrë në hollësirat, cilat janë çështje të brendshme të Maqedonisë me këto vende që mund ta kenë kritikuar, nuk është në... Okej. Dhe krejt në fund, zoti ambasador, se po arrim në fund të programit, siç thash, vendet e rajonit, edhe kur nuk duan, ndonjëherë bashkëpunojnë njëra me tjetrën, madje detyrohen për shkak të rrethanave të ndryshme politike që krijohen brenda në këto vende. Në të kaluarën ka pas një perceptim se shteti shqiptar mbështet politikan apo struktura të caktuara politike në Maqedoni. Duke marrë parasysh gjithë këtë që ka ndodhë këtu, cili do të ishte qëndrimi i shtetit shqiptar, i strukturës qeverisëse të shtetit shqiptar sot ndaj subjekteve politike shqiptare në Maqedoni? A do të kishit preferenca të caktuara? Çfarë qëndrimi do të mbajë? Është vërtet, shteti shqiptar i konsideron vëllezërit dhe bashkëkombasit tanë cilët jetojnë në Maqedoni të njëjtë dhe të barabartë. Po ashtu konsideron edhe partitë e tyre politike me anë të cilave ata kanë zgjedhur që të përfaqësohen. Dhe Shqipëria absolutisht nuk mban anën e asnjë partie politike, përkundrazi, është ka prirjen që të nxjisë këto parti, të cilat të jenë sa më të bashkuara me njëra tjetrën, të përfaqësojnë sa më mirë faktorin shqiptar në Maqedoni, gjithnjë në të mirë dhe në dobi të zhvillimit të kësaj popullsie që jeton në trojët e saj në Maqedoni dhe të përmirësimit të mirëqenies së popullsisë shqiptare. E përfaqësuar nga këto parti politike. Në fillim, zoti ambasador, filluam intervistën me një pyetje ku ju thash se sa e vështirë është apo të jesh diplomat kur këto vende kanë problematika të brendshme, po sa e vështirë është të jesh ambasador i Shqipërisë në Maqedoni, kur me gjitha të interesat, lidhjet emocionale të shqiptarëve të këtushëm mbase mbi sundojnë në gjykimin tuaj si diplomat. Si e bëni këtë balans? Unë, për hir të vërtetës, ky sapo kam ardhur në Maqedoni mbas procedurave të akreditimit tim, e kam ndjerë veten shumë mirë. Kjo, si përsa i përket pritjes dhe dashamirësisë që më është bërë nga faktori shqiptar në Maqedoni, ashtu edhe nga strukturat e tjera të etnisë maqedonase, të cilët me shumë korrektesë edhe me shumë politesë janë sjellë shumë mirë me mua dhe s'do ta mohoj edhe përkundërzi unë them vazhdimisht kudo ku më bëhet një pyetje e tillë, që e ndjen veten shumë komod dhe e ndjen dyfish komod
në Maqedoni për shkak edhe të faktorit shqiptar, i cili për hir të së vërtetës është shumë patriot, shumë dashamirës, shumë atletar dhe shumë shqiptar. A duhet atëre para Maqedonase, kur e shikojmë këtë kontekst në kontekst të Maqedonisë, të çlirohet më nga ky raport mes shqiptarëve në rajon, nga një afërsi e natyrshme që ekziston. A mendoni që ju kontriboni në këtë drejtim? Padyshim, unë përpiqem me punën time që të kontribuoj edhe në këtë drejtim, dhe nga konstatimi im është që ka element të shkëputjes palës maqedonëse nga këtë, sepse në fundit ne përveç se jemi dy vende fqinj dhe kjo është destini i natyrës që ne të na ndaj vetëm kufiri, por jemi ngjitur me njëri tjetrin, kemi marrëdhënie shumë të mira me njëri tjetrin, kemi marrëdhënie ekonomike, politike, njerëzore, dhe gjitha këto i shërbejnë të vetmit qëllim që të promovohet sa më shumë si Maqedonia dhe Shqipëria, të rregullohet sa më shumë dhe sa më mirë mirëqenia e dy popujve tanë për të përballuar sfidat e jetës në të ardhmen. Pra, maqedonasit më nuk duhet të kenë frikë shqiptarët në përgjithësi dhe Shqipërinë, apo jo? Nuk ka motiv pse ta kenë frikë. Maqedonasit... Zoti ambasador, ju falenderoj për këtë intervistë herë të sinqertë, herë diplomatike. Besoj që edhe vetë roli juaj i tillë këtu për shkak të specifikave që i folët e krijon edhe këtë raport. Ishte kënaqësi që ishit në studio. Faleminderit juve për ftesën dhe unë përpoqja të jem sa më i sinqert edhe në përgjigjet e mia ndaj pyetjeve tuaja. Faleminderit edhe një herë. Të dashur teleshikues, pra ndoqët intervistën me ambasadorin e Shqipërisë, e Republikës së Shqipërisë këtu në Maqedoni, zotin Fato Sereka. Prej disa muajsh ambasadori është prezent në Maqedoni, por nuk ka bërë dalje të shpeshta në publik, kështu që besoj që ishte edhe në interesin tuaj të dëgjoni qëndrimet e tij, por dhe të shtetit shqiptar rreth zhvillimeve të fundit. Deri në takimin e radhës, nga unë Azim Rashidi, mirupafshim.